Benita I ka vitet e mbushura edhe gjoksen, edhe në fytyrë është shumë e mbushur për moshën që ka dolçe, ka tepër shumë ndërhyrje estetike, jashtëzakonisht shumë, edhe ka nevojë për ndryshime. Kush është I bërë më së miri në shohun që unë as pak nuk e ndjeki? Big Brother. I bërë më së miri. I bërë nga ato femra se me shkujtë se besoj që kanë... Ako dënë me tregu drejt, nështë ta krejt kanë me në kesh, ama unë as Nuk ka lidhje. kablovek nuk mojnë shpe, nuk kam heq. A I ke këshyrë për aspektin profesional? Në aspektin profesional, Është për aspektin nuk profesional. po pëlqejnë as si sjellje, janë shumë dobta psikologjikisht. Jo, nuk po du me gjyku këtë pjesë, vetëm pjesën estetike të ndërhyrjeve. Kush është I bërë që ti menon që është mirë dhe kush është I bërë më shumëti, më egzageruar ose më skeshti ose leja epitetin qysh do që ti ishe. Aspekti profesional. Sepse po diskutohet shumë kjo. Gjitha janë të bëra. Po. Disa janë në Kosovë, disa janë në Shqipëri. Nuk është që nuk po më pëlqejnë, po s'po di përbes ka nevoj shumë për mirë mbajtje, po ju deri në qëtë pikë. Benita I ka vitet e mbushura edhe gjoksen, edhe në fytyrë është shumë e mbushur për moshën që e ka, sepse ka qenë shumë e bukur. A është kjo 18 vjeqare që po diskutot? Jo, 18 vjeqare është Eliona, ose Eriona, një emër që shtu diçka, nuk e di sakt. Po, edhe Eriona ka ndërhyrje estetike, dolçe, ka tepër shumë ndërhyrje estetike, jashtëzakonisht shumë, edhe ka nevojë për ndryshime në mbushje, sepse mollza, jawline, buzët I ka tepër të mbushura, edhe nështë apo duket shumë bukur, po nuk e dim afër, sa po duket sikur po ju afrohet kamera dhe po I shon TikTok, kanë disa ndryshime që unë I shoh me detaje. Formohen disa gropza të ndryshme. Albën nuk e kam këqyrë për besë fare, mos me rajt, pash shtot në detaje mu ka duke thjesht, nuk e di qka ka të bërë, përveç që u trashe, u do pësu që atë. Edhe nuk bën me lëviz shumë në pesh, është për shkak të celolitit edhe trupit, nuk e preferoj me ndërhy shumë në pesh, me ndryshu shumë pesh, kështu që do të me pas kujdes. Po, mje, po duken mirë, veç që do të me kom pak ma të pastra.